Për 12 vite e udhëhoqi komunën e Pejës, por në garën që mbajt me 12 tetor, Gazmend Muhaxherit ju rrezikua karriga e të parit të kësaj komune. Kësaj, ai shkoi në balotazh së bashku me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Taulant Kelmendin. Mirë po përkundër balotazhit, Gazmend Muhaxheri fitoi garën duke marrë 61.51% të votave dhe duke lënë prapa tij Kelmendin e Vetëvendosjes me 38.85%. Veton Mujaj nga organizata Syri i Vizionit ka disa arsye pse fitoi Muhaxheri në Pejë dhe pse humbi Taulant Kelmendi. Nuk i ka pas të gjitha informatat e asaj se çka duhet me i prek qytetarin më shumë krahasuar me Gazmendin. Njëkohësisht këtë çështje e bën pak a shumë edhe rrjedha e koalicioneve. Ne dim që gjatë gjithë udhëheqjes së Gazmendit ka qenë koalicion me PDK-n dhe praktikisht gjatë kësaj periudhe PDK-ja edhe e ka ndihmuar. Të lumtur me këtë fitore të Muhaxherit u shprehen edhe disa qytetarë të Pejës. Kryetari ka qenë tash sa vite në pushtet, edhe u kon fitore prekshme për janës tina. Peja di që është bastioni i LDK-s, gara ka qenë ngusht për ata dhe kanë shkuar në ballotazh, po gjithçka ka përfunduar që shoprit. E kem prit shumë mirë se e kem ditë që ka me fitu. Kështu që kufar behasie s'ka. Madje për dikë u realizua edhe një dëshirë e kamotshme. Për mu ka qenë një plotësim një dëshire. 2013 e kom folë një fjalë lidhur me kryetarin ton. Atër kom thonë, ky njeri ka me majtë 20 gjatë mandat. E jam i kënaqur në ato që mu ka plotësuar një dëshirë. Por ata kanë disa kërkesa ndaj tij. E vazhdu projektet që i kohë, edhe bo dhe ma shumë dhe ma mirë, po sidomos me menu pak edhe për dritë. Ka bo disa ndryshime saj përket drita u knejna në Lumbardhin, po vetëm me drita rregullohet infrastruktura, duhet me na bo kurzën dhe atje poshtë shumë sendes që ka na konvenoj neve, jo vetëm syrit. E interesimi i pejanëve për të votuar këtë të diel ishte më i zbehur. Sipas të dhënave të KQZ-s, të drejtën për të votuar e kanë shfrytzuar vetëm 32.101 qytetar apo 26.70% nga mbi 120.000 të cilët kanë pasur të drejtë vote.